Ushqimet tradicionale që konsumojnë për Pashkë janë të pasura me vlera, por edhe me simbolik. Një nga gatimet tradicionale është edhe përpeqi. Zonja Veronika Prela na tregon përbërësit e këtij gatimi kaq të shijshëm që dikur ishte vështirë të realizoje. Ka 47 vjet që e përdorim këtë. Në fakt, unë e maj mend që shkur kam kanë fëmijë, po kam kanë 10 vjeç kur unë prejne, në 67-ën që më dhe në kisha. Dhe atëherë ma i mend gjanat vogla prej shtëpis, nërsa kur kam ardhë, që jam martue, kam ardhë në këtë familje, e bashim, por kuptohet gjithmonë pa za, me 20 kokra dhe jo me 50, se u dote me marrë 10 ishte taloni. Kjo tryezë mbushur me një pjesë të gatimeve tipike për festën e Pashkëve, zonja Vera i ka përgatitur me shumë dashuri. E bekojmë përpeqin, e ditën e dile kur kthejnë ham përpeqin, hudrat edhe vete zime. Mas në i dreka, është mish i kinjit me tavë kosit, edhe mezet e ndryshme si zakonisht. Të janë një pjesë e gatimeve për ditën e Pashkëve. Në këtë datë të shënuar, ka një urim për të gjithë. Nga familja Prela, për ëTSH Shkodra, jurojmë gëzuar Pashkët. Gëzuar? Gëzuar.